Kryetaria e AK-s Ramush Haradinaj e ka komentuar mundësinë e një koalicioni të nismë social-demokrate me lëvizjen vetëvendosje. Ai komentoi deklaratat e kreu të nismës Fatmir Limaj, ku ky fundit nuk e përjashtonte një koalicion të mundshëm me lëvizjen vetëvendosje, duke thënë se mund të jetë strategji negociuese. Haradinaj përsëriti qëndrimin e tij se Kurti është i rrezikshëm për vendin, prandaj tha se kushdo që mundëson vazhdimin e qeverisjes së tij është armik i shtetit të Kosovës. E në lidhje me këtë temë, në një prononcim për Botasot ka folur profesori Sheref Fymeri. Ai përmend pasuritë që Haradinaj i posedon në sajtet qenurit pjesë e PAN-it. Sipas profesorit janë pikërisht partitë e PAN-it ato që kanë bërë kauz me njeriun e pamoralshëm të diplomacisë amerikane Richard Grenell, mercenarin $100.000 serb në muaj për rrëzimin nga pushteti të kryeministrit Albin Kurti. Para se Ramush Haradinaj të dalë me kësaj deklaratash publike do të duhet të deklarunte pasuritë e tij në vila, xhiro llogari, sipërfaqe toke e tjerë, dhe të flasë publiku se në çmë mënyrë i ka vënë ato pasuri. Organet gjyqësore në Prishtina kanë ndërmend të thrasin. Ramush Haradinaj është pjesë e PAN-it, e partive opozitare të cilat janë trashëgimtare të tradhtisë Hashim Thaçit dhe Isa Mustafës. Janë pikërisht partitë opozitare ato të cilat për turpin e tyre kanë kërkuar nga Bashkimi Evropian mos anullimin e sanksioneve kundër Republikës së Dardanisë, përderisa kryeministër është Albin Kurti. A ka tradhtim më të poshtër se kjo? Janë pikërisht partitë e PAN-it, ato që kanë bërë kaos me njeriun e pamoralshëm të diplomacisë amerikane Richard Grenell, mercenari $100.000 serb në muaj për rrëzimin nga pushteti të kryeministrit Albin Kurti, u shpreh ai. Më tej profesori përmend planin që Limaj ka përmes koalicionit të mundshëm mes tij dhe Kurtit, ndërsa për sulmet mes Haradinajt dhe Limajt ai thotë që janë maske djallëzuar. Nisma Fatmir Limajt për aleancë me vetëvendosjen është thjesht një grack që ai kërkon t'i ngrejë kryeministrit Albin Kurti me qëllim që nesër pas nesër të arrijë pikësynimin e Beogradit dhe të diplomatëve dhe misionarëve mercenar ndërkombëtar për largimin nga pushteti të vetëvendosjes. Sulmi Ramush Haradinajt kundër Fatmir Limajt, i cili kërkon aleancë bashkëqeverisjeje me vetëvendosjen, është thjesht një maskë djallëzuar që ai ka vënë vetes, me qëllim që ta josh kryeministrin Albin Kurti të hyjë në aleancë me nismën. Këto komplote të pista që ndërmerr opozita tradhtare kundër qeverisjes së kryeministrit Albin Kurti janë thurur fillimisht në Beograd si kryeqendër e Serbisë fashiste, e cila vazhdon ende bashkëpunimin me Thaçin edhe në qelitë e gjykatës së Hagës, përfundoi profesori Sheref Fymeri.